إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt ligësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë të keqe. Atë që Allah i lartësuar e udhëzon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që e lën në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta udhëzon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk mërin tonë të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit të paortak, të pashok, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an në emër të gjës më të çmuar që kemi, në emër të besimit. O ju besimtar, vazhdoni t'i bindeni Allahut me devotshmëri, duke i respektuar urdhat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij dhe mos t'ia lejoni vetvetes me vdekje ndryshe, përveç se duke qenë musliman të nështruar dhe të bindur ndaj Tij. Me rënda minutit, zemra jonë rah diku 60 apo 70 rahje. Mirë po dallojnë rahjet tona të zakonshme me rahjet e një personi, i cili çdo rahje të zemrës së tij e ka dertin e fesë e Allahut të lartësuar dhe si t'i shpëtoi të tjerët nga xhehenemi. Nuk janë njësoj. Ai që flan e zgjohet dhe brenga e tij është thirrja në rrugën e Allahut dhe si t'i shpëtoi njerëzit. Nuk janë njësoj. Nuk janë njësoj sikur se dikush që hapi, flan dhe jeton jetën dhe vdes dhe harrohet pas pak kohësh, se sa dikush tjetër i cili hapi, jeton, sakrifikon në rrugën e Allahut, i fton të tjerët në rrugën e Allahut, e jep me të çmueshme e tij, me mishë me shpirt në rrugën e Allahut. Allahu i lartësuar nuk i bën zullum, nuk e lën njësoj, ja përjetson emrin e Tij. Nga sa Allahu i lartësuar e ka mohu zullumin. Në hadithin qudsi thot Allahu i lartësuar: "Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi." E kam ndaluar padrejtësinë, zullumin për veten time. Dhe në mesin e juaj kam bërë të ndaluar padrejtësinë. Allahu i lartësuar thot: "La yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun." Allahu i lartësuar nuk i bën zullum njerëzve, mirë por njerëzit i bëjnë zullum vetvetes së tyre. Nuk janë të njëjtë ata të cilët jetojnë 60, 70 apo hajde edhe 100 vite dhe pastaj vdesin dhe me vdekjen e tyre përfundojnë edhe veprat e tyre të mira. Se sa dikush i cili jeton 60, 70 vite, mirë po me vdekjen e tij e kanë ndërtuar një jetë të tërë që vazhdon pas vdekjes së tij. Pasi që ndajnë trashëgimtarët e tij, i vazhdon jeta e tij e veprave të mira. Nuk janë njësoj. E sot në hutbën e sotit do të flas për një njeri që fërmarrjet e tij nuk kanë qenë të zakonshme. Një njeri që ka pas ëndra të mëdha, ka pas projekte madhështore, i cili prej mishit dhe shpirtit ka qenë. Njeri sikur se ne në fizionomi, ama ky njeri pas vdekjes së tij vazhdoi, nuk them me dhjetra e me qindra, me miliona njerëz të frymojnë vepra të mira dhe i gjitha këti i shkruhen në peshorën e veprave të tij me lejen e Allahut. Për kush është fjala? Fjala është për një doktor i mjekësisë, kuvajtjan, i quajtur Abdurrahman es-Sumejit. Abdurrahman es-Sumejit. Ky doktor praktikisht na ka treguar se si njëri mundet mi ndërtu një jetë të tërë pas vdekjes së tij me lejen e Allahut. Çka ka qenë puna këtij? Ky person i ka kryer studimet e tij në Kanadë
dhe ka doktoru dhe ka pas mundësi në vitet kur është kthy në Kuvajt me fitu, nuk po them me 10 e me 100 euro, po me miliona, nga se ka qenë i specializuar dhe për rradhëve, për doktorëve të mirë në Kuvajt. Mirë, po ky person është sikurse që thuhet një person sa për 1000. Një person, një është në numër, ama vlen sa 1000 njerëz. Pse? Pse ky e ka nda prej 12 muajve, 10 muaj ka shku në Afrikë, me ftu në rrugë të Allahut, ndërsa vetëm 2 muaj ka nejt në vendin e tij. A nuk ka mujtë edhe ky mi ndjek pushimet, e mi ndjek vendet e gjelbërta, e mi ndjek shtëpitë luksoze, e ushqimet e këndshme, e të shijshme, të gjitha ka mujtë. Madje ka pas mundësi se dikush i ndron ato dhe s'ka mundësi materiale apo shëndetësore, ndërsa ky ka pas mundësi ti arritë të gjitha. Mirë, po ka kuptu që ai njeri që ndron me qenë i madh edhe vdes si i madh. Dhe tek Allahu i lartësuar me lejen e Allahut shkruhet sikur se njeri i madh. Çfarë ka bëu ky person? Ky person e tregon një rast kur ka shkuar në Afrikë. E ka lënë profesionin që e ka pas të mjekut në spital dhe ka shkuar si thirrës në Afrikë. E ka lënë profesionin e mjekësisë si sa mjek që ka qenë në Kuvajt dhe ka shkuar në Afrikë të bëjë ta vet. Dhe së bashku me të e ka marrë edhe gruan e tij. Dhe një ditë për ditëve kanë qenë në gjumllat e Afrikës, prej përjetimeve të lumturisë, të imanit që i kanë përjetu, gruaja vet, bashortja e tij, merre me mend që gratë janë të prirura që të kërkojnë e të ankohen, janë të prirura të kërkojnë rahatinë e luksin. A dini çfarë i thotë? Masi që shtrihen me flajt, në natë të errët shtrihen herët me flajt, se s'ka pas as rrymë në atë kohë kur ka qenë në Afrikë duke bëu davet ky njeri, i thot: "O Abu Suhejb, e ka pas novkën kësaj. Ata mërmendja që banorët e xhenetit janë në këtë lumturi që gjendemi ne tani. Ata mërmendja që banorët e xhenetit kur hyjnë në xhenet e kanë këtë lumturi në të cilën ne jemi për momentin, kanë qenë duke fletur në qiell të hapur, jo në hotel me 5 yje, në hotel me qiellit të hapur me shumë yje të Allahut të lartësuar për krijesave të tij. Në skamje, të rrezikuar nga lloj-lloj insekte, nga lloj-lloj sëmundje. Madje tregojnë, thonë, kur jemi shkuar në dyqan me ble domate, pasi që kemi ble domatet, kemi kërku kese, që mi fut domatet në kese. S'ka pas as kese, mi ofru shitësi që mi shti domatet në të. Gjendje e varfër, e mirushme në shtetet e Afrikës së Largët. Dhe Abdurrahman Sumejit, ky mjek, Allahu pas mëshiru, thot: "Shpesh kom ndje dhe mshuri për miqt e mi që i kom pas në Kuvajt, tregtarët dhe të pasonikët e mëdhaj, kolegët e mjekësisë, apo tregtarët e apartamenteve e të patundshmërive, nga se kanë menduar që lumturia gjendet në xhepa, ndërsa lumturia gjendet në zemër. Prej përjetimeve dhe ëmbëlsisë që e ka përjetu nga thirrja në rrugën e Allahut dhe ato përjetime të cilat Allahu i lartësuar ja ka mundsuar." Mirë, cili ka qenë rezultati i thirrjes së këtij personi, i cili ka marrë frymë? Thash edhe një herë, mirë, po frymëmarrjet e tij kanë qenë të ndryshe, kanë qenë ndryshe për frymëmarrjeve tona. Ky person, vllazë ndashtën, ka jetu si imam dhe ja ka vendosur vetit moto që të shpëton nga zjarri i xhenemit aq sa të mundet për njerëzve, duke jo përcjell thirrjen e Allahut të lartësuar me butësi, me një buzëqeshje të këndshme. Ky person e ka dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "La in yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humuri na'am." Që Allahu i lartësuar ta ozoj përmes teje një person është më mirë se sa devet e kuqe, se sa një numër i madh i deveve të kuqe. Ka ardhur një transmetim se sa me i madh se sa 80 deve të kuqe. Çfarë është vlera? Është janë ato deve më të vlefshme se sa pasuria më e madhe që ka qenë në kohën e arabëve. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka folur në gjuhën të cilën e kanë kuptuar. Pra një person që më boti sebeb mi pranoi Islamin është më mirë se sa pasuria më e vlefshme. Dhe a dini sa persona kanë pranuar Islamin pikë? Nuk po them 100.000. Ashtu duken shumë.
Jo me pak se sa 11 milion njerëz e kanë pranuar Islamin prej dorës së tij. Marrni me man kur del kë në ditën e gjykimit, e kur dalim unë e ti, që askush se ka pranuar Islamin prej nesh, ky del 11 milion kanë thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah prej gjuhës së tij. Ky ja ka mësuar shqiptimin e parë të fjalëve. Marrni me man se sa gradat e larta kam i pas ky person tek Allahu i lartësuar dhe ku jemi ne me rahatin tonë që e kërkojmë, me gjumin tonë që pritojmë i prish, me dorë shtëngimin tonë që pritojmë me dhonë për rrugë të Allahut. Tash ky krahasim do ta kuptojmë në ditën e gjykimit. Mirë po vetëm sa mi pas të pravërta, me kanë jemi ngarë, dhe kush duhet më konë shëmbëltyra jonë, me kanë me garu. Mjeku, doktori Abdurrahman Es-Sumejit, ky njeri i madh, e ka dëgju hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Sheikh Albani thot hadithi është hasan, afdalu sadaqa suqya al-ma. Sadaka më mirë është dhënia e ujit, pra krojet, burimet. Dhe çfarë ka bo? I ka hap më shumë se 10.000 bonare. E ka dëgju hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ky mjek, se Allahu i lartësuar i shpërblen ata të cilët japin ushqim, e ushqejnë të varfrit, duke e dëgju ajetin e Allahut, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, të cilët i japin ushqim të varfërve, jetimëve, edhe robërve. Innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ju ushqejmë për hir të Allahut, nuk dojmë as mirënjohje as falënderim për jush. I ka ushqy me 10.000 jetima dhe i ka pasur në kujdesin e tij që i ka ushqy vazhdimisht çdo muaj. E ka dëgju hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna. Se kush e ndërton një shtëpi të Allahut, pra një xhami, Allahu i lartësuar ja ndërton një shtëpi në xhenet, dhe i ka ndërtuar jo më pak se sa 6.000 xhami. 6.000 xhamia. E ne ku jemi? E ka dëgju hadithet e ajetet e shumta dhe e ka kuptuar që pasurinë që e ka duhet ta shpenzojnë në rrugën e Allahut, nga se trashëgimtarët e ndajnë dhe kush e di a e kujtojnë pas vdekjes së tij. E ka lexuar ajetin men amila salihan fali nafsi, kush bën vepra të mira e ka për veten e tij, wa man asaa fa alayha, e kush bën vepra të këqija edhe ky e ka për veten e tij. Wa man rabbuka bi dhallamin lil abid, Allahu i lartësuar nuk i bën zullum robërve të tij. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, selamet dhe salavat e qofshin për me të dashin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë të deri në ditën e gjykimit. Ky njeri ka jetuar si i madh dhe ka vdekur si i madh. I kanë dhënë shumë shtete mirënjohje të shumta. Si janë krenuar me to, me punën e tij, bamirësinë e tij, të mirat e tij. Sa njëri ka pranuar Islamin. Ky njeri i madh ka punu mençëm. Le që ka punu shumë për 30 vite që ka buda vetë në Afrikë dhe ka nda shumicën e kohës duke shku në për gjunglat e Afrikës e në shkretirat e Afrikës që ti shpëtoj njerëzit dhe thoj la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kur ja ka dhënë ato dëshmia dhe mirënjohjet dhe certifikatat, ju ka tregu shokëve të vet, dhe miqve të vet, dhe fëmijëve të vet, që këto janë çështje të dunjas. Qëllimi jon është kënaqësia e Allahut të lartësuar dhe nuk i kanë bërë përshtypje as pak. Po sikur kishte gjallë, edhe ta pyesnim, po çka të shtyni o Abdurrahman, o doktor, që ta bësh këtë këtë punë, këtë sakrificë, që të shpenzosh për pasurisë tënde, për jetës tënde, ndërkohë që ke mujt sikur ne, të jetosh i zakonshëm, i thjesht, me fëmijët e tu, çetitesh për shtetit shtet, si ka pas mundësit. Këtë pyetje ja kanë bërë para se t'ja bëjmë ne, para se të vdiste, rahimahullah. Thot, përgjigja ime ndaj kësaj pyetje është se lumturinë që e përjetoj kur një jo musliman e ngrit dorën, e ngrit gishtin tregues dhe thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, nuk krahasohet me këtë dunjanë më jap. S'krahasohet me ëmbëlsinë që e përjetoj me këtë pasurinë e këtë botës. Dhe këtë lodhja, këtë sakrifica që ka i bëjnë në rrugë të Allahut,
i ndjej si lumturi të madhe të cilën Allahu i lartësuar ma mundson ta përjetoj. Pse të folim për këtë njeri? E pse ta përhapim lajmin e tij në mesin tonë? Nga se vëllezër ne kemi nevojë që t'i ngrisim ambicet tona. Që ai që ka punon, mos t'i dohet që ka punon shumë, po t'i shtoj ambicet edhe më shumë. Ndërsa ai që s'ka ka punon për rrugën e Allahut, të zgjohet nga gjumi, të kendellët, edhe ta shpëtoj veten e tij së pari, pastaj familjen, e farafisin e kështu me radhë. Pse ky person që ta ngushëllojmë veten tonë, kur jetojmë me një kohë që na servohen shëmbëltyra të këqija, njerëz të ligë, celebrities të ndryshëm, me emisione të liga, që tregojnë familjeve tona që ka njëri të pasur që ka sakrifikuar pasurinë e tij, që prej duarve të tij e kanë pranuar Islamin 11 milion persona. E jo vetëm kaq. Ky nuk është ndahet vetëm në ngritjen e bunareve, xhamive kështu më radhë. Ka ngrit shkolla, ka ngrit universitete, dhe i ka shkolluar ata jetima, dhe i ka bërë thirrsa, dhe jo ka mësu fen. I ka quajtur për studime, dhe pas i kanë diplomuar ata thirrsa i mthyn në vendlindjen e tyre dhe vazhdojnë misionin e hoxhës e tyre, mësuesit e tyre, doktorit e tyre, që të vazhdon seria apo zinxhiri i veprave të mira në peshorën e këtij njeri të madh. Pse ky person? Në mënyrë që t'ja bëjmë me dije një mësim vetvetes, t'ja hapim një ders nefsit dhe vetes tonë, që veprat e mira duhet të bëhen në heshtje dhe pa bërë shumë zhurmë, të vazhdojmë në punën dhe të koncentrohemi tek veprat, e jo tek zhurma për veprat e mira. Ky ka bërë thirrje, ka bërë vepra të mira prej shtetit në shtet për 30 vite, sa ka qenë në Afrikë. Dhe nuk e ka bërë të madhe, as nuk ka kërkuar poezi, as statuja, lavdrime, kështu me radhë, çfarë kërkojnë bamirësat e sodit mbase. Mirë po ka punu në heshtje dhe është përqendruar në punë të hajrit, dhe ato do t'i gjenë me lejen Allah tek Allahu i lartësuar. Pse ky njeri? Nga se na ka mësuar neve që njeri kur ta vendos një projekt të madh, si ëndër të tij, me Allahun s'ka asgjë të pamundshme. Kur Allahu është me ty, asgjë nuk është e pamundshme. 11 milion, veç me numëru deri në 11 milion është shumë, lodhëm. E lemo 11 milion mi pranu Islamin pi dorës së tij. E lutim Allahun e lartësuar të na ndihmoj, të na jap sukses, të na përkrah, të bëjmë vepra të mira. Na jap sinqeritet në vepra të mira dhe ta përhapim hajrin e ta pranon prej nesh çdo sakrificë, qoftë e vogël apo qoftë e madhe. Vllazë ndoshta këta persona është e udhës dhe të tillë, ka shumë në histori. Mirë po nganjëherë kur I përmendim shembujt nga selefi I largët me vite larg, na doken sikurse prallat e historisë kanë jetuar me një vakt, sikur na doken largmendsh. E çeni një doktor I kohës sonë që ka vdekur para pak viteve. Ka jetuar në mesin tonë, në mesin e teknologjisë, në mesin e luksit tonë, megjithatë ka sakrifikuar nga se e ka pas projektin e madh. Mi fetu xhenetin e Allahut të lartësuar, e xheneti do mburë vllazni. Xheneti do mburë, do sakrificë, e do lodhje, e do mund. Nuk do rahati e luks e dëfrime në të pafundme, ndërkohë mi kërku ambicjet e larta, mi kërku projektet pa punu. Lutim Allahun e madhruar të na mundsoj të bëjmë vepra të mira, nga sa Allahu I lartësuar nuk e humb mundin a askuj. Allahu I lartësuar po ashtu thot: inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Thot Allahu I lartësuar, ne I ngjallim të vdekrit, dhe do t'ja shënojmë gjurmët e tyre që I kanë vepruar, që I kanë vepruar në jetën e kësaj bote. Prandaj jeta jonë nuk matet me vite. Jeta jonë matet me vepra të cilat po I bëjmë dhe të cilat po I lëjmë pas vdekjes tonë. E lutim Allahun e madhruar me emrat e Tij të bukur dhe cilësitë e Tij të larta të na jap të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe të na bëj mirënjohës dhe falendërues ndaj Tij, dhe të na ruaj nga sprovat e jetës dhe të vdekjes, dhe të na ruaj nga sprova e Mesihut të gjallit, po ashtu nga sprova dhe dënimi I varrit dhe nga dënimi I zjarrit të xhenemit. Dhe për fund vllazën, ndoshta Bashkia Islame ka bërë thirrje që të ndihmohet në ndërtimin e një objekti vakëf në Kosovën lindore, në Preshevë, në shumën që është diku 250.000 euro, atëherë kush ka mundësi të kontribuojë me diçka nga pasuria në të cilën Allahu I lartësuar I ka begatuar. Shuma e mbledhur që mblidhet sot do ta dorëzojmë në vakëf dhe pastaj Bashkia Islame e dorëzon tek muslimanët në Kosovën lindore, saktësisht në pjesën e Serbisë, tek qytetet e Preshevës, në të vegjës e Bujanovcit. E lutim Allahun e madhruar të pranoj te hu sallallahu ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa aqimus salat. Yeah.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد